Mirë, do të shkojmë tani tek një takim I kryeministit Rama me tur operator, të zhvillohet në Durrës, ndjekim fjalën e kryeministrit. Jemi destinacion I ri për shkak se ishim tërësisht të pa zbuluar, por jemi një vend që kemi një potencial akoma të madh të rritemi edhe më shumë në funksion të gjitha të mirave pasojë nga kjo rritje, të punësimit, të rritjes të punësimit, të rritjes pagave në sektorin e turizmit që janë rritur në mënyrë të ndjeshme faktikisht, sepse të gjithë tani e kanë kuptuar që krau I lirë I punës nuk mund të jetë një avantazh konkurrues dhe siç dëshmojnë shumë realitete të sektorit, ne kemi praktikisht paga që janë njësoj ose dhe më të mira se në Greqi, në një nivel caktuar të hotelerisë tonë. Dhe sot kemi 40 hotele që janë me brande të mëdha ndërkombëtare me pesye. Kemi një volum projektesh në vazhdim që janë vërtet një gjenerat tjetër e turizmit, një gjenerat tjetër e arkitekturës, një gjenerat tjetër e të kuptuarit të cilësisë dhe një gjenerat tjetër e volumit financiar që është përgatitur të investohet në Shqipëri nga investitorët vendas dhe investitorë të huaj. Faktikisht besoj që nga ana tjetër edhe volumi I investimeve të qeverisë dhe të bashkive është rritur si asnjëherë më parë në funksion të turizmit dhe do vazhdoj të rritet. Keni parasysh që sipas Organizatës Botërore të Turizmit ne jemi vendi me rritjen më të lartë në Europë. Gjithmonë kemi parasysh rritjen në raport me vetveten, jo rritjen më të lartë në Europë dhe jemi në 500 e parë në botë për rritje të vazhdueshme çdo vit në këtë sektor. E përsëris këto janë të dhëna që gjenden fare lehtë në klasifikimin e Organizatës Botërore të Turizmit, nuk janë dhënat e mia. Po ashtu kemi në mënyrë të përsëritur nga Forumi Ekonomik Botëror si Republika e Shqipërisë një pozicion në 10 vendet me përmirësimin më të madh në indeksin e zhvillimit të udhëtimit në funksion të turizmit. Kemi rritjen më të madhe vjetore të numrit të netve, të net qëndrimeve në strukturat akomoduese turistike me 56%. Kjo duhet marrë me një rezervë sepse faktikisht e kemi pasur dhe e kemi akoma të ulët qëndrimin numrin e net qëndrimeve. Pra duhet ta kemi më të lartë, por ama rritja është shumë domethënëse dhe është një rritje e cila tregon potencialin e madh që kemi dhe tregon në të njëjtën kohë bazën shumë solide që kemi vendosur. Por duhet të jemi të gjithë të qartë për një gjë, që jemi akoma në një moment të brisht, sepse nëse e marrit mirëqen këtë që kemi arritur dhe nëse nuk investojmë akoma më shumë në drejtimet e duhura, ne mund ta humbim këtë volum. Për ta mbajtur këtë volum dhe për ta arritur
natyrisht jo me këto ritme se do shkojmë 100 milion turist, po për të arritur në mënyrë të qëndrueshme, graduale, ne duhet të jemi shumë të qartë çfarë duhet bëj sektori privat, çfarë duhet bëj shteti. Dhe në këndvështrimin tim, sektori privat duhet ketë vetëm një fjalë me të cilën duhet zgjohet mëngjes edhe me të cilën duhet flej ndarkë, cilësinë. Cilësia e shërbimit. Cilësia në çdo gjë që bëhet. Pra nuk është më koha e sasisë, nuk është më koha e hedhjes së parave kuturu, por është koha që çdo qindark të investuar ta investoj në cilësi sektori privat. Është koha që të investoj në cilësinë e të gjithë zinxhirit shërbimeve dhe për këtë arsye unë përsëri ju them dhe ju inkurajoj të mos hezitoni të rrisni pagat edhe më shumë. Se është kuptuar vonë, po është kuptuar që gjithë këto fatosi tek ky hoteli ku jemi ka konsumuar energji, ka konsumuar djerës, punëtorie dhe ka konsumuar edhe një pjesë të konsiderueshme parash për të vënë gjithë ato lule në fasadën e hotelit, e kolona, e lule, kolona, e lule, të cilat për kohën patjetër që kanë qenë një gjë ndryshe dhe një gjë, por pse e solla si shembull? Sepse më mirë mos kesh ato kolona, ato lule, se sa të mos paguash sa duhet atë që ta mban hapur hotelin dhe që është fytyra jote kur njerëzit vinë dhe është reputacioni jot gjatë gjithë ditëve që njerëzit qëndrojnë. Gjë që përderisa këtu jemi në një vend suksesshëm, bëhet. Por ama duhet më shumë, sepse ajo që duhet synojmë ne nuk është të rrisim numrat pafundësisht, po të rrisim numrin e turistëve që konsumojnë më shumë. E atyre që vinë dhe harxojnë më shumë këtu, në mënyrë që të mbeten më shumë para këtu. Ndërkohë që nga ana jonë ne jemi shumë të vetëdijshëm për punën që duhet bëjmë. Por ama kur mendon se në këtë vend nuk kishte asnjë lloj legjislacioni për turizmin, s'kishte ligj për turizmin, ishte komplet një fush xhungël. Në këtë vend s'kishte asnjë lloj rregullore për plazhet, xhungël. S'kishte asnjë lloj sistemi ndërveprimi mes qeverisë dhe sektorit privat. Në këtë vend yjet vieshin duke shkuar te Marangozi, duke i prerë, duke i lyer me të verdh dhe duke i rras aty 5 yje me emrin e një hoteli që ishte kombinimi i emrit Çunit, emrit Gocës edhe emrit Vjerrës. Tani kjo ka qenë situata, edhe ky ka qenë kaosi që ne kemi trashëguar. Por ama ajo që vlen sot të kuptohet nga të gjithë është që kjo që kemi bërë është shumë e rëndësishme në raport me ku ishim, por nuk mjafton në raport me ku duhet shkojmë.